udhtim drejt çlirimit të brendshëm. Njeriu nuk sheh vetëm me sytë e trupit. Shikimi më i thellë dhe më i vërtet ndodh përmes syve të zemrës, aty ku ruhen kujtimet, ndjenjat, dhimbjet dhe dashuritë që kemi përjetuar gjatë gjithë jetës tonë. Në zemër ndodhen plagët e fëmijërisë, zhgënjimet e të rriturit, frikat që si tham kurrë me zë dhe shpresat që si humbëm. Kur fillojmë të vëzhgojmë jetën tonë përmes këtij shikimi të brendshëm, kuptojmë se shumë nga mendimet tona të përditshme janë thjesht pasqyra e të kaluarës sonë, reagime që burojnë nga lëndime të pambyllura. Ne jetojmë të mbështjellë me një rreth të padukshëm, të bërë nga besime të trashëguara, ndjenja të paqliruara dhe histori që i kemi përsëritur në mendje pa ndërprerje. Ky rreth na pengon të ecim përpara, të shijojmë lirinë dhe të ndjejmë paqen e vërtetë. Por, si të dalim nga ky rreth? Hapi i parë është të ndalojmë dhe të dëgjojmë zemrën tonë, të japim hapësirë asaj të flasë, jo me fjalë, por me ndjenja, të pranojmë gjithçka që gjejmë brenda saj, pa gjykim. Lotët që nuk i kemi derdhur, fjalët që nuk i tham, dashuritë që i mbajtëm të heshtura, të gjitha meritojnë të shihen, të dëgjohen dhe të shërohen. Më pas, përmes faljes, falënderimit dhe pranimit, ne fillojmë ta zbusim rrethin që na mbështjell. Ai nuk prishet me forcë, por me dashuri, me çdo frymarrje të vetëdijshme, me çdo përqafim të dhimbjes pa rezistencë. Ne heqim një shtresë nga ajo që na ka mbajtur të lidhur me të kaluarën tonë. Të shohësh me sytë e zemrës do të thotë të zgjohesh në dritën e ndërgjegjes dhe të kujtosh se brenda nesh ka ende vend për shpresë, për gëzim, për dashuri, për paqe. Dhe kur shpirti nis të qetësohet, ne kuptojmë se liria nuk është jashtë nesh, por ishte gjithmonë aty, vetëm pak më thellë, aty ku syri i zemrës mund të shohë.